Në këto ditë të para të Detorit Roz, specialistët e NJVKSH Sarandi janë më të angazhuar se kurrë për të rritur sensibilizimin e grave dhe vajzave që të jenë të vëmendshme për të kapur në kohë sinjalet e trupit të tyre në mënyrë të posaçme. Kjo është periudha e intensifikimit të punës për sektorin e promocionit, ku ata duhet të bëhen faktor nxitës që çdo grua të bëjë ekzaminimet e nevojshme për të mbrojtur nga kanceri i gjirit. Për shefin e promocionit Robert Mavro, kontrolli i shëndetit për gjirin e gruas është vendimtar për të përballuar çdo sfidë. Zyra e promocionit dhe shëndeti parësor sensibilizon komunitetin në muajin e roz, gjithmonë është një muaj sensibilizuar në kaq vite tashmë, për të gjitha gratë, edhe burra, do të gjitha gratë të sensibilizohen për kapje në kohë të kancerit të gjirit. Pra, kapja në kohë të çdo sëmundje shëron jetë. Slogani i vjetshëm e kësaj fushate, sepse është gjatë gjithë muajit, është çdo ditë ja vlen të jetosh. Në Sarand janë programuar edhe takime të gjera me gratë, duke patur partner Bashkinë e Qytetit dhe institucione të tjera që kanë prani të shtuar të zonjave në stafet e tyre si bankat e të tjerë. Të sensibilizojnë të gjitha qendrat të cilat kanë gratë, domethënë bankat, shkollat, gjithë tregjet ushqimore, tregjet industriale, gjithçka që kanë numrin e madh të grave, për të sensibilizuar domethënë për kapjen në kohë dhe të hershme të kancerit të gjirit. Stafet shëndetësore janë në pritje të zbatimit të grafikut të hartuar nga dikasteri përkatës për ardhjen edhe në Sarand të aparatit të mamografisë dhe realizimin falas të saj për çdo grua në qytet dhe fshatra. Këtë vit ne mund ta presim mamografinë dhe këtë muaj, është bërë një grafik nga Ministria e Shëndetësisë dhe në momentin që do të vi këtu, ne do të sensibilizojmë komunitetin për të ardhur për bërjen e mamografisë falas. Më 21 tetor është duke u përgatitur një takim me pjesëmarrje sa më të gjerë të grave në kuadër të ditës kombëtare të diagnostikimit për kancerin e gjirit.